Ti ke familje tënden, prindër? Po i kam të gjithë. Ku ndodhen? Ndodhen gjithë ndodhen jashtë për momentin. Janë jashtë shtetit, prandaj ti nuk e pasur mundësinë që të të ndihmojnë? Nuk kam pas mundësi, sa shumë kem qenë, nuk e se jemi në gjendje shumë të mirë ekonomike, dhe familja ime, dhe për këtë arsye domethënë Përsa i përket situatës që është transmetuar ditën e djeshme me videon që kanë nxjerrë nga banesa juaj. Pse ishte ajo lloj gjendje në shtëpi? A keni ndonjë pretendim për gjendjen që është nxjerrë në video? Atë pretendimi im që kam, okej, dakord, domethënë shtëpia nuk është se ka qenë në atë gjendje nuk është. Që është vend dikush do tjetër me më hedh mu poshtë për atë gjë, domethënë me bindur. Po si kanë hyrë brenda në shtëpi? Domethënë ai ka hyrë brenda, se fëmijët e mi nuk janë rritur më kaq vit, domethënë nuk arritur kur me idenë domethënë që ka një baba, domethënë jo të mirë apo ka një gjyshe jo të mirë. Thjesht janë rritur me dashurinë, domethënë që i kam thënë që po e ke një baba, e ke një gjyshe, e ke një nënë, e ke. Si është marrëdhënia jote me vjerën edhe me ish-burrin? Unë tani me ata nuk e se kam kontakte. Nuk e kontakt. Nuk e se kam pas kontakte të vazhdueshëm. Të kanë ndihmuar për fëmijët? Që moment që këta na burgu, domethënë ka pas nisë domethënë këto mujt e fundit nisi lek që nisi për fëmijët 180.000 lekë. Po me 180.000 lekë se do bëj unë, që se unë do rri shtëpinë se 4 me fëmijët. Po si është situata, domethënë 300.000 lekë kam qenë. 300.000 lekë qeran. Po. Ku punon? Punoj tek një lokal këtu te rruga Muzeut të Durrës. Ke rruga Muzeut të Durrës. Po për sa i përket në gjendjes më përpara, qoftë me bashkëshortin, qoftë me fëmijët, pse fëmijët nuk kanë qenë në shkollë, sepse u tha që fëmijët kanë një muaj që nuk ikin në shkollë. Fëmijët kanë qenë në shkollë, thjesht kanë qenë smur, e kanë çuar një raport mjekësor tek shkolla. Te shkolla domethënë është çuar raporti domethënë që fëmijët kanë nashur. Ka qenë 2 javë pushimet e shkollës, ndonë dishte domethënë që kohën që kanë qenë pas më marr pushimet, fëmijët kanë qenë pushim, që kanë çuar raporti mjekësor. Dhe në momentin që ka filluar shkolla, nisi bënë shkolla në tetë. Shkolla ka filluar ditën e hënë. Po. Ditën e martë ka ndodhur mbytyja. Po. Ne kemi pasur domethënë që atë moment në rruga jone ka qenë e bllokuar. Po. Të rreshëve. Edhe në atë moment domethënë e marr pushim prap. Domethënë sot e ka ditë pallati im është jo vetëm unë, por gjithë pallati im është pa ujë, e pa drita. Po. Dëm pa ujë fal, pa të drita ka. Kështu që Kjo situata pallat. Çfarë pretendimesh keni me akuzat që po ngrihen sot ndaj jush për abuzim me fëmijët apo ndoshta abuzim me fëmijët nuk jam nëse më qenë që do t'i lisha fëmijët vetëm, do të kisha bërë kom për para.